kur do të ndodhë ngjarja, ndodhia e që është kiameti, atër nuk do të ketë njëri i cili e përgënjeshtron, i cili e mohon atë. E qysh me mohu kur sa është në te? E po që bo kiameti. Dhe krejt ato që ai ka mohuar, tash po i shefe për jetën. Qysh me mohu? Andaj vije koha kur krejt këta të cilët e mohojnë kiametin të mirë për shpirtin e vetë, vije një kohë kur nuk e mohojnë. Është dita në të cilën ulen, khafidatur rafi'a, ulen, për ulen, nënçmohen shumë, sa të dush shumë njerëz, të cilët në këtë dynja kanë qenë të lartë, pa prekur. Dhe ata kanë menduar se kjo pa prekshmëri ju vazhdon për herë. Khafidatur rafi'a. Vije koha kur ata që kanë qenë krye lartë, zbresin poshtë në tokë, jo në tokë, po në fund, dhe jo çfarë fundi, cilin fund? Në fund të xhenemit. Ndërsa këta të cilët kanë qenë të ullë, shumë të ullë këtë dynja, rafi'a ngritë se i ngritë në heret. Pra i ngritë në heret ata që kanë të ullë këtë dynja, të ullë me pozitë, e s'ka përmat askush, i ngritë lartë Allahu, la ilaha illallah. Dhe kur toka tundet, lëkundet, me dridhje të forta, disa komentatorë kanë thënë sikur se fëmia kur është në djep edhe jep zar me livrit, nuk rën në vend. Dhe kur do të dridhet toka, do të lëkundet toka, do të tundet toka me dridhje të forta. Dhe atë shumë dridhet kjo tokë në ditën e kiametit, sa që kodrat shkapërderdhen dhe bëhen cop e cop. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. فلندرم الله مضروار تبارك وتعالى. Që përket lartëmadhërisë së tij, ne gjithmonë e pranojmë dhe dëshmojmë se jemi të mangët, të lavdërojmë e madhrojmë
e falenderojmë, e lartësojmë Zotin tonë të bareke vë ta'ala që shaj meriton. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Familjes e tij, shokëve të tij, dhe të gjitha atyre burrave dhe grave të cilët të ndëqën dhe pasuan rrugën e atij burri të madh, shumë të madh, më të madhe në njerëzimit, derisa tek kësaj dite, dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të ndëruar me emrin e Allahu te bareke ve teala, po filloj me komentin në surës Al-Waqi'a. Sura për të cilën cek Abdullah ibn Abbasi se Ebu Bekri radiallahu anhu i ka thënë pejgamberit, ja Rasulullah, laqad shibta, të kanë shtash thinjat, jethir. Ai i bekuar, alayhi salatu wassalam, tha, shayyabatni hudun, wal waqiatu, wal mursalat, wa amma yatasaalun, wa idha ash-shamsu kuwirat. Më ka zbardh, më ka thirr, surja Hud, dhe kemi të sekit hadith, edhe që kër kemi folur për surët Hud, randë surja Hud. Pastaj të sekë Al-Waqi'a, këtë që jemi këtu pranë saj. Pastaj surën Al-Mursalat, e cila na vije në gjuzën e para fundit, dhe amme të sailun, fillimin e surës së fundit, dhe edhe shemsë kuwirat, edhe atë të fundit. Këto sure me kanë bërë të thihem, me që është për qëllim kuptimit dhe me thani atyne, nga sensure të randa. Për atë thët Mesruki, Allahu e pas më shëruar, për ulemat e selefve, për i tabenve, a i cili do të di të kuptoj lajmet dhe dhënat informatat e të hershmeve dhe të vënshmeve, e të mirëve dhe të këqive, të besimtarëve dhe jo besimtarëve, të kësaj bote dhe botës tjetër, le të lexon e mediton surët Al-Waqi'a. Surët Al-Waqi'a. Po mjafton hadithi i parë, të cilën e cek Tirmidhiu, Allahu pas të mëshiruar, dhe të cilën e saktëson Albani. Surët Al-Mursalat, surët Al-Waqi'a, quhet Al-Waqi'a, e që i bie ngjarje ndodhi. Quhet kështu, sepse ka filluar me te, idha waqa'at al-waqi'a, dhe ku do të ndodh ajo ngjarje e madhe. Ngjarje Al-Waqi'a është një prej emrave të kiametit, siç ka thënë Abdullah ibn Abbas. Një prej emrave të kiametit është Al-Waqi'a. E kiameti ka shumë emra, At-Tamatu, Al-Waqi'atu dhe emra të tjerë. Kjo sure është e zbritur në Mekë. Madje Ibn Atije, Allah pas mëshiruar, thotë se kjo është me konsensus të atyre komentatorëve të Koranit që ju mirret për bazë thënia apo mendimi i tyre. E thuhet se disa ajete kanë zbritur në Medinë apo gjatë rrugtimit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, por Ibn Atije thotë se krejt kjo nuk është e vërtetë. Pra sipas tij e tërë sureja është me kasë zbritur në Mekë. Imam Kurtubiu cek nga disa selef se disa ajete kanë zbritur jashtë Mekës në Medinë, por mbetet gjithsesi që shumica absolutës ajeteve të kësaj sureje kanë zbritur në Mekë, pra është sure mekase. Kjo sure vje pas surës Ar-Rahman, dhe sigurisht se përshtatet me surën Ar-Rahman, sepse përshtatshmëria e sureve është prezente mes çdo sure dhe surës tjetër që vjen pas, apo që ka para
që kemi cekur sa herë. Që në të dy surat, edhe surat Ar-Rahman, të cilën e lëm pas, edhe në këtë surë Al-Waqi'a përshkruhet gjeneti edhe xhehenami, përshkruhet dita e Kiametit. Surat Ar-Rahman atje cekëm se i ndau njerëzit në të grupe, pa besimtarët, zullumqarët. Pastaj ata të cilët ja kanë ndronë qëndrimit, u limen khafa maqama rabbihi jannatan, ata të cilët ja kanë ndronë qëndrimit para Allahut azza wa jall, pra tutën llogarisë para Allahut ditën e Kiametit, e që për ta ka dy xhenete, dhe të tjere të cilët janë të devotshëm, por janë nënta, e që edhe për ta ka dy xhenete, i ndanë në 3 grupe. Edhe kjo sure po ashtu i ndanë njerëzit në 3 grupe. Të djathtët, të majtët, dhe të parët, apo prioritarët, apo bajraktarët, quaj se të duash, që të ta shofun pak më poshtë. Që të dy surat, edhe surat Ar-Rahman, edhe surat Al-Waqi'a përshkruajnë shumë dhëmtit Allahut azza wa jall për robët e tina. Cek argumentet të cilat prej temave që shtjellon kjo sure, cek argumentet të cilat tregojnë, vërtetojnë ekzistimin e Allahut, fuqinë e Allahut te bareke ve taala. Flet për fundin e dunjas, bërjen e Kiametit, ndarjen e njerëzve në kategori respektivisht në 3, cek vështirësitë e mëdha që i ka dalja e shpirtit, agonia e vdekjes. Vështirësitë e mëdha që përjeton robi dhe dhënjes së shpirtit. Përfundon me cekjen e 3 grupeve dhe se çfarë të gjenë ata ditën e Kiametit. Kjo sure ka zbritur e 46-ta me radhë, pas surës Taha dhe para surës Shuara. Është 56-ta renditur këtu në mushaf, sipas renditjes që kemi në mushaf. Vije pas surës Ar-Rahman. Ka 96 ajete, 378 fjalë, e thuhet 379 fjalë. Ka 1703 shkronja, e thuhet 1692 shkronja, thuhet edhe ndryshe. Cekëm disa haditha dhe zgjurëm për rëndësinë e saj, por është e njohur, shumë e njohur, edhe hadith Abdullah ibn Mas'udit radiallahu anhu, e që tregimi është pak më i gjatë, ku ai sëmuret në kohën e Osmanit, kur Osmani ka qenë kalife. Dhe e viziton Osmani edhe i thot, qa po ankohesh? Tha, kur veç për gjunahve të mija, sen s'kam. Po ke nevojë për diçka? Tha, po, për rahmetin e Zotit. Pa ta thirin e mjek, me të mjeku, tha, po mjek më ka smu. Pa ki nevojë diçka, nëse ki deken për evlad dhe për, ka thonë, për ty, për dynjaj nuk kam. Une, aty e cek bia të veta, unë bia të mija pja vla surat Al-Waqi'a. Sepse kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, men qara'a surat Al-Waqi'a kulle lejletin lem tusibhu faqatun. Ai i cili lexon surat Al-Waqi'a çdo natë, në transmetim çdo ditë, këtu ka ardhur çdo natë, nuk do ta godas atë varfëri, skamje. Pra, nuk i lën robin me hik për i dare, me qenë Zoti rrezik, është sure cila ngërthen, tërhiq rrezikun. Këtë hadith e transmeton Imam Bejhaqiu në Shu'abul Iman, e cek Ibn Abdul Barri edhe disa ulemat të tjerë, e cekin edhe ulemat të tefsirit, por
Shekhi jonë Albani, Allah e pas më shëruar, këtë hadith e konsideron të dobët, edhe në silsile e dhaife, në librin e tij të famshëm, por edhe në librin e tij Gjami Dhaif al-Gjami, edhe në të dy këto libra konsideron se ky hadith është i dobët. Allahu e din më së miri. Pas kësaj hyrje rreth kësaj sureje të bekuar, pra suret Al-Waqi'a, i marrën disa ajete, respektivisht 12 ajetet e para të kësaj sureje, të cilat e shtjellojnë një temë. Apo dy tema, por që ndërlidhen njëra me tjetrën. Andaj themi, Mas'udhu billahi minash shaitanir rajim. Idha waqa'atil waqi'a, kur do të ndodhë ngjarja. El-waqi'a është ngjarja, është ndodhi. E që është për qëllim, siç thamë më herët, kur do të ndodhë kiameti. Kur do të ndodhë kiameti. Nuk është çështje pyetje kur do të ndodhë, por kur të ndodhë kiameti, idha waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhiba, ndërlidhet me ajetin tjetër, atëherë kur do të ndodhë kiameti, ardhen e saj askush nuk do ta mohojë. La ilaha illallah. Që ka për qëllim i madhi Allah në këtë dynja njerëzit, shumë njerëz e mohojnë ditën e kiametit. I mohojnë argumentet të cilat tregojnë qartë për ringjallje. E mohojnë edhe krijuesin. Nuk duan që flitet për kiamet. Ama Allahu po thot, kur do të ndodhë ngjarja, ndodhia e që është kiameti, atër nuk do të ketë njëri i cili përgënjeshtron, i cili mohon atë. E që është me mohu, kursa është në te. është në te. E pa të shma. E pa që bo kiameti. Dhe krejt ato që i ka mohuar, tash për shefe për jetën, që është me mohu. Andaj vijë koha, kur krejt këta të cilët e mohojnë kiametin të mirë për shpirtin e vetë, e tash ma poshtë na tregon Allahu për ta, vjen një kohë kur nuk e mohojnë. Nuk e mohojnë. Lejse li waqa'atiha kadhiba. Askush më nuk e përgënjeshtron. Khafidatur rafi'a. Pastaj Allahu e përshkrua, dhe vazhdon me përshkrua këtë sure, në fakt ndodhit ditës e kiametit, asaj dite, pasi që vërtetej se ajo do të ndodhë, ajo punë është e kryer. Ajo punë është e kryer, është çështje kohe, momenti, zamani, kur do në Allahu marrë. Për ndryshe, ajo do të vije. E pastaj e përshkruan gjendjen e njerëzve respektivisht, që kam ndodhë atë ditë, khafidatun rafi'atun. Khafida është ulëse. Rafia është ngritëse. Pra, atë ditë do të ulen disa e do të ngriten disa. Është dita në të cilën ulen, khafidatur rafi'a, ulen, për ulen, nënçmohen, shumë, sa të dush shumë njerëz, të cilët në këtë dynja kanë qenë të lartë, paprekur. Të paprekur. Dhe ata kanë menduar se kjo paprekshmëri ju vazhdon për herë. Edhe ja se shpe përshkruan në Allahu, la ilaha illa hu, subhanahu wa ta'ala. Khafidatun, i ullë që ata që kanë dje vetën
apo dhe jenë kanë të mëdhenjë këtë dynja. Sa faraoni, sa kriminali, sa la ilaha illallah. Khafidatun, i ullata, arafiatun, i ngritë të tjertë. Përballë saj, sa njeri ju ka qenë një ullë në këtë dynja, kur kush format s'ta ka. As gruja vetë baki ty bëni ka fol, apo me zërë dëqysh. Bënë baki. Apo kur kush marhaba thonë, si ka të dera kanë lanë jashtë. E ullët. E ullët me pozit, se s'ka post. E ullët me lek, s'ka. Teshat me leska, me harna. E ullët me kra, s'ka kra. Po kra, s'ka me, s'ka shok vetër. S'ka familje. Ose e ullë për i të tjerëve, për shkak të ideologjisë që shëndodhë sëtë. Je muslimoni mirë të poshtrojnë, të nënçmojnë, të ullin. Të ullin. Stepin pozitë. Keni kujdes se kjo shumë është më rëndësi. Kjo ajet koranor. Sepse shumë vlazën. Jo pak po shumë vlazën. Po edhe motra. Të mundu me rujt atë mos të më nënçmojnë, mos të hupi pozitat, beneficionet, shanset, mundësit për më ngrit, më avancohet të tjerë, më shefin shumë qka prej dignitetit të tyre. Heshtin, i mbyllin sytë, të shojnë për. Jo, muslimania, sahi është e randë, ajo uli është e randë, edhe në Mekë ka qenë e randë për sahabët e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, të cilët i kanë nënçmuar, e i kanë poshtruar, e i kanë fyer, e i kanë shah, e i kanë bojkotu, edhe i kanë rah, edhe i kanë myt, krejt kjo është e vërtetuar me histori. Por krenaria tyre me islam ishte mbyti gjitha. E duruan ata. Edhe sa kënë gjallë, ata që patë njëmer, a ngriti Zoti? Sa kënë gjallë. E lërë mu, kur dalëm këtë ditë, dhe në kundërten, le të ngriten me para, e me poste, e me jarani, me shëqëri, me partije, me ngriten njerëz, dhe të ngriten këtë dënja, dhe i shtypin të tjeret, por sa ju shkan, sa ju vazhdan. La ilaha illallah, vije koha dhe shumë shpejt vije koha dhe ja erdhe këto. Khafidatur rafia. Vije koha kur ata që kanë qenë krye lartë. Zbresin poshtë në tokë, jo në tokë, po në fund, dhe jo qëfar fundi, cilin fund, në fund të gjehnemit. Ndërsa këtate cilët kanë qenë të ullë, shumë të ullë këtë dënja, ndoshta kanë jetuar me troshat e të tjere që kanë të lartë, me troshat e tyre, apo me mbetërina të ushqimit të tyre. Dhe ke kanë ndodhur edhe se të ndodhë. Edhe ka me ndodhë deri në kiamet. Që njeri ju për i darë me majtë shpirtin, dhe të rohet me hangar mbetërina që i gju njerëzit. Sepse ai nuk e konsideron këtë njeri. Çfarë njeri jo kë? Por e mban vegël pune. Ama s'ka kur digniteti për te. Kështu është këtë dynja. E ligjet e kësaj dynjaje vazhdojnë për dynja, por jo për ahiret. Andaj ne si musliman duhet kem parasysh, se s'po du më nalë më gjatë në këtë ajet. Ta kem parasysh ardhen e kësaj dite dhe qëndrimin tonë para Allahut. Ligjet ndryshojnë botën tjetër. Nuk dua të ngritem në llogarinë korrez dinit. Zot nëse verë. Le të nënçmojmë. Nuk e kërkojmë. Nuk e kërkojmë. Por nëse është këtë çmimi, çka më bë?
Këtë qëllim ka qenë për pejgamberët e Zotit, për evliat e Allahut, e pasus të tyre. Jo gjithherë, por shumë herë. Ne jemi duke pasur se muslimanët janë të ulurit në thojza nga të tjerët, në tokë, në Zotit, në shoqërive. Je musliman më një herë një shajt alet dikon që të një apostrofë. Më një herë, ama më një herë. E ta në apostrofi dytë vije nëse je praktikus. Që ka në ba? Allahu në përmirësof gjendjen këtë dynja. Rafia ngrit në heret. Pra i ngrit në heret ata që në kanë tull këtë dynja, tull në pozit, nësë ka format askosh, i ngrit lartë Allahu, la ilaha illallah. Idha rëgjetil ardu rëgja. Dhe kur toka tundet, lëkundet, me dridhje të forta, disa komentatorë kanë thënë sikur se fëmia kur është në djep edhe jep zar me livrit. Nuk rënë vend. Dhe kur do të dridhet toka, do të lëkundet toka, do të tundet toka me dridhje të forta. E që kur të biju thot është për qëllim ditën e kiametit, kur të fryhet soret për çdo gjë me urin gjallë. Shkatërrohet toka, kodrat e malet dhe çdo gjë tjetër. Dhe ky ajet është ngjashëm me ajetin e parë të surës El-Hajj. Ja eyyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. O, ju njerëz, keni dro, keni frikë Allahun, se me të vërtet zilzalja, dridhja, teremeti, lëkundja e ditës së kiametit është shumë e madhe. Është diçka e madhe. Apo në fund atje idha zulzilatil ardu زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Këto ajete tregojnë se sa shumë do të dridhet toka në ditën e kiametit. Dhe Allahu thot në vazhdim: وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. Dhe atë shumë dridhet kjo tokë në ditën e kiametit, sa që kodrat shkapërderdhen dhe bëhen cop e cop. Apo bëhen cop e thërmi, cop e cop. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. Shkapërderdhen kodrat. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. Edhe bëhen plohër i shpërndarë. Kodrat, po që se shkullen, apo shtypen, apo bluhen, apo të mund që zvoglohet madhësia tyre, por prapë mbesin. Kodrat vogla, për shembull, shta gurthys në këtë dynja, nëse marrën një kodër sa do të madhe, edhe e thejnë e bluin krejt. Qa bëhet me te? Bëhet një kodër tjetër, por me e bluar. Një kodër tjetër e blune. E Allahu pa thot atje nuk ka kështu. Atje kodrat prej zilzales të fort, e dridhjes të fort, shkullen, shkapërderdhen, bëhen cop e cop, madje ato nuk i gjenë askund. Humbin. Imam Taberiu thot bëhen kodrat sikur se mielli i lagur. Sikur se mielin kur e merr dhe lag. Lagët dhe shtrehet. Kjo për faktin se atë ditë nuk bën me pas kodra, e as male, e as lugina, e as dete, e as lëmej, e as pem, dhe as gjithë. Duhet jetë toka e rrafshet, të psi e rrafshet.
për të ringjallë njerëzit me dalën te. Pra për përshkruan Allahu vështërsitë e mëdha të asaj dite të madhe. Pastaj pas kësajna i madhi Allah te bareke ve taala pas përshkrimit të kësaj gjendje të asaj dite të madhe të tmerrshme e që thonë ulemat për tyne Ibn Abbasi Allahu i cekit këtë përshkrim apo përshkruan për t'ja treguar arabëve dhe për t'ja rikujtuar se keni kujdes ajo ditë është e randë, shumë e randë, shumë e randë. Andaj punoni për atë ditë se ajo është e randë, vërtet është e randë. Punoni ai që don të punoj. Më pas Allahu i madhruar thot: "Wa kuntum azwajan thalatha." Dhe ju do të ndaheni apo do të jeni në 3 grupe. Tash, në jetët vijuse i madhi Allah tregon se robët e tij, krejt robët e tij, njerëzit do të ndajnë ditën e gjykimit në 3 grupe. Ibn Kathiri, Allah e pasmëshiruar, thot: njerëzit në ditën e kiametit ndahen në 3 grupe. Një grup janë të djathtë të arshit të Allahut Azza wa Jall. Dhe ata janë të cilët kur Allahu i ka nxjerrur lozët e Ademit alayhis salam në fillim të dunjas, i ka nxjerrë një grup nga djathta. Kur ka thonë Ademit shtrije dorën dhe i ka nxjerrur krejt të djathtët. Dhe ka thonë ata i kam krijuar për xhenet dhe në xhenet do të shkojnë. Atyre u jipen librat në ditën e kiametit nga e djathta. Dhe ata mirën nga ana e djathtë e arshit dhe qohen në xhenete. Grupi i parë. Grupi i dytë janë ata persona të cilët për ditën e kiametit, krejt kjo është fjalë e Ibn Kathirit, do të qëndrojnë në të majtë të arshit të Allahut. E që janë ata rabë të cilët janë nxjerrur nga e majta e Ademit alayhis salam, për të cilën kanë ardhur disa hadithe që i kemi cekur më herët, dhe Allahu ka thonë këta i kam krijuar për xhehenem dhe në xhehenem kanë me shku wala ubali. Ta ka me shku në xhehenem. Dhe atyre u jipen librat në ditën e kiametit nga e majta. E që ne e dim nga dhjetra jete se libri besimtarëve u jipet nga krahi i djathtë, libri për besimtarëve u jipet nga krahu i majtë. Këtë përthot u jipet nga e majta. E pastaj mirën nga ana e majta arshit tërhiqen dhe shkojnë në xhehenem. Dhe grupi i tretë janë të parët, të cilët janë para arshit të Allahut të madhruar te bareke ve taala. I vë Allahu para lartë madhërisë së tij. Dhe këta janë njerëzit që kanë pas fatin më të madh, dhe janë njerëzit më të lumtur. Dhe këta dhe në mesin e tyre janë pejgamberet, enbijat, siddiqin, shohedat, dhe janë më pak se sa grupi i parë. Janë më pak se sa grupi i parë, e harrova të them se për grupin e parë Es-Suddiu ka thonë, këta të djathtit janë shumica dërmuese e banorëve të xhenetit. Tani Allah i madhruar pra i përshkruan, të shohim ajete që është ne përshkruan i madhi Zot këto 3 grupe njerëzish në ditën e kiametit. Wa kuntum azwajan thalatha. Do të jeni në 3 grupe, apo njerëzit ndahen në 3 grupe ditën e kiametit. Allahu ndan, s'ka tjetër ndarje. Fa ashabul mejmeneti ma ashabul mejmene. Njerëzit e së djathtës, të cilët do të jenë ata të djathtit se njerëzit e të djathtës. Djathtistët, më shta bërë mi thonë, të djathtët. Të djathtët, nga së jipet libri nga ona e djathtët. Të djathtët,
Nga se thamë Allahu i kanë zirë për të djathtës si Ademit a.s. Të djathtët nga se Allah e vendosë në të djathtët e arshët e ti, që kjo është një mendim. E pastaj Allahu për ta po thot, e cilët do të jenë ata të djathtët se pra, a din çfarë pozite kanë ata, a din se çfarë njerëzish janë ata, a din se sa të lumtur janë ata të djathtët. Ata të djathtët janë të cilët kanë qenë të djathtë këtë dunja dhe janë të djathtë në ahiret. U jipen librat e tyre nga e djathta, u lehtësohet llogaria, u lehtësohet hyrja në xhenet, dhe shkojnë në xhenete sipas mertebeve, shkallëve të cilat ua ka caktuar Imam e Leht shkojnë. E që janë shumica absolute e banorëve të xhenetit, të djathtët. Përballë tyne, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama. Ai ishte grupi i parë, ndërsa grupi i dytë e njerëzit e së majtës. Të cilët do të jenë ata njerëz të majtës, e cilët janë ata, apo sa që dhjo punë e tyne në kuptim negativ. Pozitiv ke për të parë, për këta sa mjerim, sa vuajtje, sa të merë, është gjendja tyre të majtëve. Kanë qenë të majtë këtë dënja, në kuptim të besimit, në kuptim të veprave të mira, të majtë në ahiret, sepse u jipin librat nga e majta. E ati që i jipet librin nga e majta, i vështërsohet llogaria shumë. I rëndohet llogaria, e urdhërohen me laçet dhe prangosin me pranga me zinxhir në fët, në duar, në kam, dhe tërhiqin, apo i tërhiqin zhallazin e xhehenem të mirë, ata të mirë për shpirtin e vet. Në këtë dynja njerëzit kanë jetuar dhe jetojnë bashkë. Kjo do të shumë shpesh me na u kujtu neve. I sheh njerëzit në tregë, në rrugë, i sheh njerëzit në për të bime, sheh në televizion, i sheh njerëz kallabllak. Dhe në mesin e tyre i njeh disa janë shumë të mirë, disa janë të mesëm, disa me ta preudhën në dro 40 ditë marë, nuk të vjen, por bashkë rrinë, bashkë hajnë, bashkë pinë, ma gjenë nga njëherë në një sofer, nga njëherë në një shtëpi, nga njëherë, la ilaha illallah. Tani ata që nuk e njohin ligjet e ahiretit, thonë për njerëz jenë ana, që njëjtë janë, çfarë dallimi ka? A po flet me ligjet e dunjas, apo me ligjet e ahiretit? O, njeri, këto që pesheh në këtë dynja, kjo veç për këtë dynja. Për botën tjetër dallojnë gjana, tjetër klasifikim ka atje ka të djathtë, dhe të lumt ata të lumt për shpirtin e tyre, Allahu na bëj prej tyre. Atje ka të majt, e të mirët ata të mirët për shpirtin e tyre, Allahu na ruaj prej tyre, e për veprave të tyre, e sherrit të tyre, ja Rabbel Alamin. La ilaha illallah, të djathtë, fytyrë ndriquar, në busqeshur, lehtë e kalojnë ditën e kiametit, të djathtë, sepse kanë punuar në këtë dynja, kanë punu në këtë dynja, kanë pranuar edhe me unë qmuar që falun fillimsores nëse kërkohet për ta në këtë dynja, dhe ja i rdhikohet ashtë Allahu pa i ngritë, për i lartë sa, i harrun të lashet e dynjas. Qëtë moment, kur caktan Allahu për të djathtëve, të bjen mend vujtjet që i ke përjetun këtë dynja, kanë kaluar ato.
Kanë kaluar ato o muslimon. Andaj ne kemi vesh një rrugë, duhet jetoj me këtë Koran. Dhe me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nëse duam, e ne duam me emrin e Zotit, që të jemi nga të djathtet ditën e Kiametit. Pas kësajna, pas këtyne dy grupeve, vije grupi i tretë. Was-sabiqun as-sabiqun. Dhe ata që janë të prirë, prioritar, të prirë, ata që prinë, e që do të prinë, përmen dy herë. Es-sabiqun janë të partë, janë bajraktarët, janë prioritarët, ata që prinë. Es-sabiqun, es-sabiqun. Ka cek dy herë Allahu te bareke ve teala, was-sabiqun as-sabiqun, të parët dhe cilët do të jenë të parët, apo të parët, kështu i bien kuptim të ngushtë, të parë dhe të parët. E pse ka përmend dy herë, ose me tregu rëndësinë e madhe, peshën e madhe që kanë këta njerëz. Sepse këta janë të parët. Ose me fjalën e parë, me të parët, për herë të parë, fjalën e parë, ka për qëllim të parët kanë qenë në dynja gjithmonë, punë të hajrit, punë të mëdha, dhe të parët dhe t'jenë në ahiret, të cilë dhe të futen në xhenet, dhe të cilë dhe t'jenë mëse afër milat madhërisë Allahut, dhe mëse a lartë në xhenet atje, afër arshit Allahut te bareke ve teala. Të parët. E kush është për qëllim për ta, me ta? Ka dhënë ulemat disa mendime. Ndërto, kur të biju thëtë se ka thonë Muhammed bin Ka'b al-Quradi se me të parët janë për qëllim pejgamberët e Zotit. Pra, shumica muslimanëve ishin të djathtët, pa besimtarët, shumica xhehenemlive ishin të majtët, e që janë pa besimtarët krejt, sepse në xhehenem ka edhe besimtar, ne e dim, të cilët nuk janë pa besimtar, janë besimtar, për futen në xhenem për një kohë. Këta nuk janë të majtët. Për ata thonë fillim, Sudiu ka thonë, dhe shumica e banorëve të xhenetit janë të tillë, dhe shumica e banorëve të xhehenemit janë të tillë. Ka për qëllim pa besimtarët krejt, por jo ke xhehenemlit. Pra, pa ata të parët janë enbija, pejgamberët e Allahut te bareke ve teala. E thuhet, Hasan Basriu dhe Qatada ka thënë, këta janë të parët e çdo ummeti pej Nuhit alayhis salam. Të cilët të parët që kanë besu pejgamberin e vet. Të parët që kanë pru iman pejgamberin e vet. Sigurisht tek pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të parët ne dim kush janë të parët muhaxhirët e parë. Të parët. E thuhet, thët Muhammed bin Sirini, për qëllim janë ata të cilët janë falë në dy kible. Janë falë drejt Kutsit një herë, e pastaj ku në rrugë Qabja, ku në rrugë Kiblja edhe drejtim të Qabës. Allah për ta thot was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, të parët, prioritarët, ata që prinë nga muhaxhirët dhe ansarët. Said ibn Gjuberi thot të parët në pendim, istikfar, në punë të hajrit. Pa Aliu që ka thot. Aliu thot, të parët, was-sabiqun as-sabiqun. Janë ata të cilët vinë të parët në 5 kohë namaz në xhamia me falë namazën me xhamat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jem nalë të këja jetët të fjallë Aliu të bukur gjatë. Janë ata të cilët nuk vinë me zarë në xhami. E më kujtu a shkaj, a mas shkaj. Por vinë me qefë. Madje të partë në xhami. Të partë në xhami.
Nuk mund t'jeti njëjtë, ai cili vjen i parë në xhami, me atë i cili vjen i fundit apo vjen me zër në xhami, është të shty vetën. Andaj e shef se çfarë rëndësie të madhe ka jo vetëm namaz me xhamat që nuk diskutohet, por edhe ngutia në harë në xhami herët, me nxanë tekbirin fillestar, qaj namaz të knaq. Edhe mos ka vëshë i pari, se ka ma burra ma dëvëtshëm se ti hani nashtë, po ta zonë bashkë me ta tekbirin fillestar. Të parë. Po ashtu, kja thani Aliut, Ali është njëri i madh. Ali është njëri i madh. Është shumë i madh. Dhe fjalët e tij janë të mëdha. Kjo fjalë e Aliut apo komenti i Aliut për këtë ajet koranor na tregon neve se kena mundësi edhe na me kam pështinë të parëve, që në ditën e kiametit janë të veçantë i madhe zot. Këta janë të parët. As-sabiqun, ulaika al-muqarrabun, i përshkruan Allahu. Këta janë të parët. Ata janë bëtë të afërmit e Allahut të madhruar. Ata janë bëtë të afërmit e Allahut fi gjennatin naim, në knatësit, apo mirësit, apo kopshtet e gjenneteve. Për ta s'ka llogari. Ata në ditën e kiametit janë në hijet arshit Allahut. Ata për ta s'ka llogari, s'ka, veç do të kalu ta cerat, po kalu si vetima, s'ka monalas, me vetë koshas, ec. Dhe ata nuk futën gjenete, sikur se këta ashabul yemin të djathtet, por këta janë nalt. Gjithsesi, se ta në këto mendime e forcojnë njëra tjetrin, dhe mund të jenë krejt këto, për pejgamber nuk diskutohet. Enbiya wa rusul nuk diskutohet. Për salihin, siddiqin nuk diskutohet. Për shuhada nuk diskutohet. Po. Dhe këtë tjera që i kanë cikur, që kanë bërgara në punë të hajrit, punë të mira njerëzit. E prej tyne, a nuk është puna më e mirë e robit namazin? Wa khairu amalikum as-salah, puna më e mirë e juja është namazi. E ky bën garën punën më të mirë dhe dhe me dali pare. Ose në kuptim tjetër, ata të cilët shpejtojnë në pendim dhe në stigfar kur bojnë mëkate gjunahe. Dhe shpejtojnë me bo punë të mira. Jam i këshirë ta njëherë që përbojnë, ta në një funit. Pse të mësë kaj pari? Pse mësë me qeni pari punë të hajrit, por me qeni mesnja për fundit punë të hajrit. Pra, këtë grupin e trejt të janë të veçantit e të veçantëve. E që për të Allahu ka përgatitur shpërblime të veçanta, që i cekë Zoti këto, pra ndërto që janë të afër të Allahu, të Azza wa Jall. Sigur se në këtë dynja, kur thuhet e muqarrabun, kur është e afër mbretit, afër kryeministrit, afër sultanit, pra ka pozitën të lartë, shumë të lartë. E këta janë njerëz të afërt e madhi Allah. Kanë qenë evlijat të tij në këtë dynja dhe janë evlijat të tij në ahiret. Kanë jetu me Allahun dhe për Allahun këtë dynja dhe jashtë shpërblimi në ahiret. Allahu na bëft prej tyne, ja Rabbel Alamin, e nëse jo prej tyne, bile prej të djathve, ja Rabbel Alamin, e kur se prej të majdve.
Allahu na ruajt prej fitnës e xhehenamit e dënimit të xhehenamit. Allahu na ruajt prej fitnës e varrit e dënimit të varrit. Allahu na ruajt prej fitnës e pasurisë e prej fitnës e varfërisë e prej fitnës e Mesihit Dejjalit, ja Rabbel Alamin. Allahu na e pranoft punë të hajrit, e na i falt, e na i mboloft punë të liga, e na ruajt prej tyne, ja Rabbel Alamin, dhe na ruajt prej çdo të keqe e çdo sherrë, ja Rabbel Alamin. Tani të ndëruar jemi në prag të muajit Ramazan. Allahu na mundsoft me mrije muajin e bekuar Ramazan, e të lumt që po na vjen muaji Ramazan, e me të kemi më dëshpërisë të madhe që ngritemi te Allahu Azza wa Jall lart, po dhe spastrohemi për njollave, për plahnit shumt të mëkateve, të gjunaheve që na ka kapluar që një vit. Andaj do të mirremi me adhurim, me ibadet, me Ramazan, e derse të zakonisht të fësireve në Ramazan e ndërprejna për shkak të vështërsive me mbledhën në mbrëmje, shkak të ravive dhe ibadeteve tjera. Kështu që kjo është e mërkurja fundit deri në të mërkurën e parë pas Bajramit, insha Allahu Ta'ala, wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Dhe deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.